Këngët që i keni bashk, të dyja janë këngë të cilat kanë mesazhe të ndryshme. Tekstet a i shkruani vetë a u shkruan dikush? Ju në tekstet i shkruajmë vetë. Të gjitha këngëve? Jo të gjithave, këtë këngën e re që ne po e punojmë, e shkruajmë, e kemi shkruajtur vetë, por këngët e tjera na ka shkruajtur mësuesi ju i dashur, Flamur Semetisti. Që e përshëndesim shumë se ka kriju 2 fëmijë dhe 2 nxënës kaq të mrekullueshëm bashkë me prindrit e juaj. Mbrapa e shohim këngën e 7 që e keni bashkë, që i dedikohet bullizimit, apo? Po. Tekstin kush e ka shkruar? Mësuesi Flamur, apo? Po. Çfarë mesazhi kjo këngë, apo më tregoni të dytë? Kjo kënga e ka mesazhin që fëmijët të mësojnë mos të bullizojnë dhe të jenë, të trajtojnë të gjithë njëjtë. A bullizohen shumë në shkollë fëmijët? A ke pas raste që ke parë mirë? Nuk kam pas raste që të shoh, por kam pasur vetëm një herë.